Kjo grua hëngri kos, hudhër dhe vaj ulliri me stomakun bosh, do mahniteni me atë që i ndolli. Një kombinim perfekt për një darkë të lehtë të shijshme, plot me vlera ushqyese dhe shëndetësore, ose edhe për një mëngjes të shpejtë. Përgatitja e kosit me hudhra dhe vaj ulliri është me të vërtetë e thjeshtë dhe me shije plot me vlera që përfiton organizmi dhe gjithashtu jo vetëm ai. Ju mjafton të shtypni një thelpi hudhër me një lugë vaj ulliri dhe t'i përzieni të gjitha së bashku edhe më pas t'i shtoni në një pjatë me kos. Shtoni pak krip, gjithashtu edhe pak majdanos të gririmët sipas dëshirës dhe mund ta konsumoni ose në mëngjes ose gjatë mbrëmjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Jo vetëm që ju do të kënaqeni me shijen që ka, por mbi të gjitha, kjo mënyrë të ushqyerit është ideale për ta mbajtur trupin në formë dhe për të përmirësuar tretjen dhe për të rigjallëruar kështu edhe organizmin në tërësi. Në këtë video, sipas Bright Side, do të sjellim përfitimet kryesore që do të merrni nëse kombinoni këtë recetë dhe konsumoni vazhdimisht. I bën mirë shëndetit tuaj të stomakut. Kulturat e gjalla të kosit janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacioneve të zorrës, problemeve të zorrës së trashë e të tjera. Janë një zgjidhje shumë e mirë për persona të cilët kanë edhe stomak të brisht. Gjithashtu kjo përbërje është shumë e mirë kundër problemeve të osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Është e mirë për tensionin e lartë të gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me kos dhe pak hudhër, rreziku i tensionit të lartë të gjakut do të bjerë me të paktën 50%. Ndihmon për të përmirësuar peshën e trupit tuaj. Kosi është ideal për të kufisuar kaloritë. Ai është shumë i mirë edhe për të shuar urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi ndikon në qelizat e yndyrës në uljen e prodhimit të kortizolit, ndërkohë që aminoacidet e yndyrës djegin yndyrnat e tepërta. Rekomandohet gjithmonë edhe kosi me pak yndyrë për të konsumuar në mënyrë të rregullt. Do të ofrojë plot vitamina për trupin. Kosi është i pasur me fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B5 dhe vitaminën B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut, gjithashtu edhe për sistemin tuaj nervor. Është një kombinim shumë i mirë për trupin kundër ftohjes. Kur imuniteti është i fortë, do të mund të mposhtë viruset dhe bakteriet. Konsumi 150 deri në 200 gram kos shoqëruar me një thelpi të vogël hudhër në ditë mund të shpëtojë simptomat e ftohjes, gripit dhe problemeve me fytyn. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre komplikacioneve. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e lëkurës. Kosi është një nga recetat më të mira për të gjitha femrat. Ai do të përmirësojë ndjeshëm shëndetin e lëkurës, shtrëngon porat dhe jep lëkurës elasticitetin dhe shkëlqimin e munguar. Kosi është shumë i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthit dhe gjithashtu është shumë i mirë edhe kundër problemeve të lëkurës. Kombinimi i tij në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do t'i japë vlera të çmuara ushqyese. Kosi është një nga produktet më të mira për femrat të cilat duan të kenë edhe një shëndet më të mirë të flokut të tyre. Kosi, ashtu si dhe vaji i ullirit, janë të dobishme kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ato do të forcojnë flokun tuaj dhe do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për skalpin e kokës. Ndaj kjo recetë efektive me 2 përbërës në kushte shtëpie do t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e flokut tuaj dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara në botë, sidomos edhe nga vetë shqiptarët. Ai nuk bëhet kurrë i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të hahet i ëmbël, i kripur, në mëngjes, në drekë, në darkë ose edhe pas një vakti të lehtë. Përfshirja e kosit në dietën tuaj do të ofrojë nivele mjaft të mira të kaliumit në rregullimin e dietës suaj. Gjithashtu ai do të ofrojë kalcium, magnez, vitaminën B12
vitaminën B2, gjithashtu edhe nivelet të çmuara të elementeve ushqyes, sidomos edhe të parandalimit të komplikacioneve. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim vlerat kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kosit në mënyrë të rregullt. Përmirëson sistemin tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes. Mbron sistemin tretës nga toksinat gjithashtu edhe nga bakteriat që i kanosen. Ai do të qetësojë sistemin e rënduar nga inflamacione dhe dëmet të shkaktuara prej tij. Ndaj nëse doni të keni një imunitet të fortë dhe të parandaloni komplikacionet që i kanosen, shtoni me patjetër kosin në dietën tuaj. Kosi është një nga produktet më të çmuara, sidomos për personat të cilët duan të kenë edhe një imunitet më të fortë. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin tuaj dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë pasi kosi përmban minerale të dobishme, si zinku dhe magnezi, të cilat do të fuqizojnë në sistemin tuaj imunitar dhe do të bëjnë një luftë të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, shtoni kosin në dietën tuaj, pasi mund t'i jap shumë përfitime të rëndësishme për ju edhe për mbrojtjen e imunitetit në tërësi. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kriprave të tepërta në organizëm. Në këtë mënyrë, kosi do të ndihmojë dukshëm në uljen e tensionit të gjakut dhe rritjen e vlerave të shëndetit tuaj të zemrës, citoi studimi. Ndaj, nëse doni të keni një zemër të shëndetshme, shtoni kosin me patjetër në dietën tuaj. Kosi është një produkt fantastik kundër problemeve dhe infeksioneve të rënda të trupit. Kosi është veçanërisht aleati i grave në parandalimin e mykut dhe infeksioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të parandaloni edhe bakteriet që formohen në trup, përfshiheni kosin me patjetër në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Përfshirja e kosit vazhdimisht në ushqimet e përditshme është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave. Ndaj, një zgjidhje e tillë do të reduktojë komplikacionet dhe do të parandalojë problemet e përditshme. Një filxhan me kos ofron 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse e konsumoni që në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur për të marrë gjithashtu një mbrojtje më efektive kundër këtyre shqetësimeve. Kosi është një produkt shumë i mirë për organizmin në luftën kundër bakterieve të këqija. Kosi përmban probiotik të cilët eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarrea, është e këshillueshme që të konsumoni kosin për mëngjes. Kosi është i mirë pas aktiviteteve fizike. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që u duhen për të rimëkëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi do ta rikthejë atë. Kosi është një mburojë shumë e çmuar kundër problemeve të alergjive. Të vegjëlit dhe grave shtatzana të cilët konsumojnë kos rregullisht janë më të paprekur nga alergjitë. Kosi mund të shtohet në dietë natyre persona të cilët duan të reduktojnë peshën e tepër trupore. Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër, falë konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë gjithashtu më pak kortizol, një element i cili ndikon gjithashtu edhe në peshën e tepërt. Përfshiheni kosin me patjetër në rregullimin e dietës suaj të rregullt dhe do të parandaloni këto komplikacione. Kosi është një mundësi shumë e çmuar ushqyese edhe kundër kaviteteve në gojë. Kosi i mbron në dhëmbët nga kavitetet dhe parandalon gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, nëse doni të parandaloni këto shqetësime dhe të mbroni shëndetin tuaj dëntar, përfshiheni kosin pa yndyrë në dietën tuaj. Këshillohet të konsumoni vazhdimisht kosin e përgatitur vetë në kushte shtëpie, pasi kështu do të merrni edhe një zgjidhje mjaft të mirë për mbrojtjen e imunitetit. Kosi është i mirë për mbrojtjen e shëndetit të zorrëve. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën shumë persona vuajnë vazhdimisht, por përfshirja e kosit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e çmuar kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, mbroni shëndetin tuaj dhe konsumoni kos në mënyrë të rregullt, dhe zorët tuaja do të përmirësojnë në tretjen dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe nxjerrjen e materialeve fekale të parëndësishme nga trupi juaj. Ndaj, përfshiheni kosin në mënyrë të rregullt dhe brenda normës së lejuar. Mos e ëmbëlsoni dhe mos e shtoni me kripra të tjera. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.